Më vjet mu, nëse sinqerisht ja dojmë Kosovën të mirën, e ja kena pak obligim Albinit edhe për krejt ato sene që i ka bo deri sot, m'ja kushtu respektin edhe durimin për edhe një legislatur më këqy që ka bën edhe qet herë. Mos e pengon e burrin, lene let punon. A e ka pozitën, mos debaton ja do të me hek me pozita, nekni, lene vetëvendosjen let e ndërton Kosovën qysh e ka vizion me ndërtu, e kjo nuk bëhet sot për sot. Po do të m'ja jap kohë edhe integritetit me u ndërtu, e sovranitetit me u ndërtu e me u zhvillu e me u forcu në shtet, po edhe në popullat. Kjo nuk bëhet sot për sot. Mos me pengu non-stop me dyshimet tona, me tutet tona, me urrëtitjen tonë, me nacionalizmin tonë, po me lon pak rahat. Nuk është nevoja më kon dakord me 100% punëve ti për me pranu se 70% e punëve ti janë pozitiv, janë për më përmen. Tash do të me vete dhe veten, a përdojmë dikën që na pështon pe varsis, a dikën që na shten ma thellë në korupcion. E kur e këqyri Albinin e kur janë dëgjoj fjallët e kur ja këqyri punën, diqysh une për vete nina rahat, që kën ashta për një me është dikush që ja vlen mja pas besën, ja vlen pak mu përshu edhe une shpirtërisht, se po mdoket Kosova është ndurë dikujt që ja kam besën. Nëse ti ndihesh si Kosovar, profili jam është për ty.